Europa po përballet me një nga valet më të forta të nxehtit të viteve të fundit, ndërsa temperaturat po afrohen edhe në disa zona po kalojnë 40 gradë Celsius. Sipas ekspertëve të motit, pas kësaj vape ekstreme qëndron një model atmosferik i quajtur Omega Block, një fenomen që merr emrin nga forma e shkronjës greke Omega. Ky model krijon një zonë me presion të lartë që bllokon lëvizjen normale të masave ajrore. Si rezultat, ajri i nxehtë nga Afrika e Veriut dhe shkretëtira e Saharas shtyhet drejt Europës dhe qëndron i bllokuar për ditë të tëra. Ekspertja e motit ekstrem, Claire Barnes, shpjegon se ky konfigurim atmosferik sjell jo vetëm temperatura shumë të larta, por edhe mungesë ere, duke mos lejuar freskimin natyror të ajrit. Në Francë, temperaturat në zonën e Bordeaux pritet të kalojnë 42 gradë Celsius, ndërsa autoritetet kanë vendosur alarm të kuq për 10 zona. Në rajonin e Bordeaux, 3 persona të moshuar humbën jetën gjatë fundjavës për shkak të problemeve shëndetësore të lidhura me vapën. Edhe Britania e Madhe është prekur nga vala e të nxehtit. Shërbimi meteorologjik britanik ka paralajmëruar se temperaturat në jug dhe qendër të Anglisë, si dhe në disa zona të Walesit, mund të kalojnë 39 gradë Celsius. Ekspertët thonë se ndryshimet klimatike po ndikojnë në intensitetin e këtyre fenomeneve. Sipas tyre, valet e të nxehtit në Europë tashmë po arrin temperatura disa gradë më të larta se sa do të ishin pa ndikimin e ngrohjes globale të shkaktuar nga aktiviteti njerëzor. Me vapën që vazhdon dhe paralajmërimet aktive në shumë vende, autoritetet europiane u kërkojnë qytetarëve të shmangin ekspozimin e gjatë në diell, të pinë ujë dhe të tregojnë kujdes të veçantë për të moshuarit dhe personat vulnerabël.